Vitet e fundit nuk kanë munguar investimet në përmirësimin e institucioneve, të cilat ofrojnë trajnim dhe ndihmë mjekësore për shëndetin mendor. Siliano Lepuri, nëndrejtori i Spitalit Psikiatrik të Vlorës Ali Mihali, tregon se ky spital është përmirësuar në infrastrukturë, por gjithashtu në të janë shtuar ndjeshëm edhe mjekët. Sipas tij, 2 shtëpiza mbështetëse janë strukturat e reja, të cilat janë shtuar këtij spitali së fundmi, ku përfitues janë jo vetëm pacientët, por edhe vetë mjekët e këtij spitali. Në vazhdimsi, Siliano Lepuri konfirmon se do të ketë të tjera investime nga Ministria në rikonstruksionin e disa prej ambienteve të këtij spitali apo qendrës komunitare. Spitali psikiatrik, do me thënë, ka avancuar ose është përmirësuar jo vetëm nga ana infrastrukturore, por edhe nga ana e pajisjes me mjek. Aktualisht në qendrën komunitare të shëndetit mendor që tu ofrojmë shërbim ambulator jemi 3 mjek psikiatër, që i kemi të ndara zonat e mbulimit sipas lagjeve apo fshatrave të qytetit. Gjithashtu edhe në spitalin psikiatrik ka mjek, janë mjekët që ushtrojnë profesionin atje, dhe godinat e reja për të cilat dhe ju folët janë të kushteve bashkëore, dhe normalisht në radhë të parë përfituesit e parë nga ky komoditet janë pacientët të cilët qëndrojnë në ato godina, por edhe ne si staf mjekësor që punojmë në kushte dinjitoze. Dhe përveç atyre godinave nuk kanë rreshtur dhe nuk do të rreshin dhe investimet e tjera të ministrisë, pasi do të restaurohen edhe pjesë të tjera të spitalit apo të qendrës komunitare. Nëndrejtori i Spitalit Psikiatrik të Vlorës thotë se megjithëse një sër shërbimesh janë ofruar edhe më parë për pacientët, nga viti në vit këto shërbime mjekësore kanë evoluar. Pavarësisht edhe evoluimit të pajisjeve mjekësore dhe teknologjisë, Lepuri pohon se në vizitat psikiatrike baza është intervista, komunikimi me pacientën. Shërbimet kanë qenë dhe janë të njëjta, normalisht që evolojnë si çdo gjë në vazhdim dhe shërbimet evolojnë, por shërbimet kanë qenë në spitale edhe kur kushtet infrastrukturore nuk ishin dhe aq të mira. Shërbimi nuk ka munguar asnjëherë në të gjithë kompleksitetin e tij. Zakonisht puna jon ose profesioni jon, specialiteti jon ndryshon pak nga specialitetet e mjekëve të tjerë, sepse ne bazën që kemi, do me thënë, kemi bazën për të ekzaminuar një pacient e kemi me intervistë, me të folur. Nuk na duhen as aparatura, as analiza, do me thënë, baza është e folura, është intervista e mirë dhe hollësishme që ne duhet të realizojmë me pacientët për të marrë vesh sa më shumë gjëra nga ai. Kështu që teknologjia në pjesën e psikiatrisë, në profesionin ton, hyn në punë, por që baza është me komunikim dhe komunikimi njeri me njeri zakonisht dhe do të thosha në shumicën e raste teknologjia nuk e zëvendëson. Mjeku psikiatër Siliano Lepuri tregon po ashtu se stina e verës është edhe koha kur problemet e shëndetit mendor shfaqen më tepër, ndaj sipas tij është tepër e rëndësishme mos përdorimi i substancave narkotike, si dhe alkoolit, si dhe mos të neglizhohet mjekimi, për të gjitha rastet që ende nuk kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Mjeku Lepuri bën thirrje të lënë pas paragjykimet të marrin vendimin e duhur në përmirësimin e shëndetit të tyre mendor. Problemet e shëndetit mendor lulëzojnë në këto stin. Do t'i rekomandoja të gjithë pacientëve tanë që frekuentojnë qendrën komunitare apo kanë probleme të shëndetit mendor të mos neglizhojnë me mjekimin dhe të mos abuzojnë me substanca ose me lënë narkotike ose alkool, dhe të gjithë rasteve që nuk kanë ardhur ndonjëherë për të kërkuar ndihmë, u them që të lëm pas stigmën dhe paragjykimet që mund të kenë për këto lloj problemesh dhe të paraqiten sa më parë në dyert e shërbimeve tona, pasi gjithmonë një problem të shëndetit mendor nëse e kap në fillesat e tij, është shumë më e lehtë dhe del më shpejt nga gjendja. Me problemet të shëndetit mendor, çrregullimet të ankthit dhe humorit, psikoz, vitet e fundit janë trajtuar 10 pacientë, ku me syre nuk kanë munguar as të rinjt dhe adoleshentët.